Xhamia Vito Mericës. Sot lëndojt galin që më ka thirë, por i qenim me shku më falë aty, ka thirë disa gjallarë, e mas falit, të më në dhonë bukë lëndriti, me të cilin i më konë në umre si vjetë. E unë e pëjshtime sot njësa më shëllim më falë xhamin e qyshkit, unë ole aty, xhamia më shejtë. Ole me gzim kelmentin, tha, shka se me në xhamin pe e zen apet, e erdha këtu në këtë xhami, Vito Mericës, edhe zona me imam drejken e falu, drejken. Por vjen keq, pse as hoq, as xhamat nuk pa në xhamin e qyshkit. Shumë vjen keq. Edhe këtu xhamia sa e madhe rregullume, për namaz drejke thish me vetëm 10 vetë. Bile u takova me 2 vetë, njënin foli në emën, tjetër jo po sa të kom po në për televizione. Edhe inshallah Zoti na përmirëson gjithë muslimanëve. Se xhamiat e mia, po mos me pas as një xhamat, as imamin në xhami, në çështë. E këtu ke imami edhe një 10 xhamat u bënë. Selam aleikum. E drejken që e fola këtu, lëndrit ganin që u bon sebep me falë drejken këtu. Se ai na ka thirë me një dark. Kjo u pija. Këquni të mu shuj këtu më tregoj ka me shu të statir në të busa, edhe më thët, kom po, a më ke po në ikuna? Po, kom po miq. A më ke po në ikuna? Po një 2-3 herë. E farim leja, se përshem ke po, po merrim mësimet të një, shak unë folë merrim mësimet. Se kejtë Zotin e ka folë njërë njëti. Po, faleminderit, Selam aleikum. Aleikum selam.